Tifozët nuk i besonin syve. Tradhtia që tërboi Barcelonën. Në vitin 2000, Luis Figo kreu mëkatin më të madh në futboll duke u transferuar nga Barcelona te Real Madridi. Tifozët katalanas u tërbuan aq shumë sa në ndeshjen e tij të parë si kundërshtar i hodhën në fushë një kokë derri të vërtet. Figo u bë simboli i tradhtisë, por edhe lojtari që nisi epokën e galaktikëve. Ishte momenti kur paratë dhe rivaliteti ndryshuan merkaton përgjithmonë.